jo fush veprimi nëse kemi mundësi, me thonë, i Othmanit radhiyallahu anhu ka qenë ta ndihmoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe fenë Allah të zotëron në pasurinë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti në Medinë, e pa që në Medinë kish ujë të ëmbël për me pi vetëm në 2 puse, në 2 burime. Njeri që e posedonin musliman nuk ishte i mjaftueshëm, ndërsa njeri që e posedonin disa nga itharët e librit kishte qenë në dorën e tyre dhe nuk japin çastin muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men yashtari bi'ra Ruma falahu al-janna." Kush kët pusin, kët burimin e ujit me emrin e Roma e blen dhe ja jep muslimanëve, e ka xhenetin. Dhe shkoi Uthmani radhiyallahu anhu që të bëj pazar, që ta jap pasurinë e tij për ta ble kët burim të ujit, jo veç që të pinë ujë musliman, po që ta fitoja e xhenetin e Allah të zotëron. Ai dëshiroi me pasurinë e tij që ta blej xhenetin. Dhe arritën një marrëveshje që ai personi i cili posedonte atë burim uji, atë burim të ujit, e ngriti çmimin e burimit të ujit të tij në 10 fish, më shumë sa që e meriton. Bile ka transmetime që ngriti deri në 40 fish më shumë sa që e meriton. Uthmani radhiyallahu anhu e kish mbledh krejt pasurinë që e posedonte. Ai nuk kish ardhur aty me u shty me bu pazar për me ble diçka të dunjas. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu e përgëzoi me xhenet. Dhe i tha: "Men yashtari bi'ra Ruma falahu al-janna." Kush e blen kët burimin e ujit me emrin e Roma, ai ka xhenetin dhe këto e bleu Uthmani radhiyallahu anhu dhe e la sadaka për muslimanët.